Do të shkëputemi nga kjo atmosferë për të shkuar te Kosova, te zhvillimet politike, sikur që njoftova pak më përpara, do t'jem në bisedë me Mimoza Gavranin dhe me Makbuli Shkodrën, analistët për diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në Pashkë, kështu që urimet vinë edhe nga politika. Kanë vendosur që sot politikën ta miksojnë disjeve me festën. Po, urimet të gjithë atyre që festojnë, për shumë motë e Pashkët. Faleminderit. Ndërkohë, ka që thashtu urime për të gjithë ata që festojnë. Faleminderit shumë, faleminderit Mimoza, faleminderit Makbuli. Ndërkohë, rikthehemi pak te situata politike. Unë pak më përpara bashkë me kronikën sollim disa detaje të rëndësishme nga dita e djeshme. Në ora 12 ishte caktuar dhe seanca e konstituimit. Mimoza, tani fillimisht me ty, ishte gjithçka brenda pritshmërive dhe çfarë të zhgënjeu nga ajo çfarë ne ndoqëm, nëse ka patur diçka? Apo është sukses të plot? Padyshim që nuk ishte sukses i plot, do të gjithë ishim pjesëmarrës dhe pam një kaos politik, do thoja, i cili kryesisht ishte kriju nga dilema e dorëheqjes nga pozitat ekzekutive të zyrtarëve, ata të cilët tashmë kanë marrë mandatin e radhës, do duhet ta marrin mandatin e ri. Gjithë kjo ka ndodhur për shkak se, do thotë, sidomos ju falet edhe në storien tuaj për shkak të dështimit të emërimit të kryetares së ardhshme të Kuvendit, për cilën është propozuar zonja Albulena Haxhiu, dhe pa që Kuvendi si i tillë dështoi fillimisht fillua në mbar, sepse japen mundësinë njërit nga deputetët vjetër, zotit Ahni Deharit, lëvizjet vendosje të ndihmojë dhe të fillojë seancën, mirëpo si i tillë do thotë ka dështuar pasi deputetët nuk kanë votuar për raportin fillimisht e pastaj edhe për kandidaturat të cilët ishin propozuar. Do doja vetëm të cekja që nëse flasim konkretisht për pozitën kryesore të cilën është nominuar zonja Haxhiu, nuk ka ndodhur, do thotë, papritmas gjithë ky kaos në Kuvend. Fillimisht është më rëndësi të ceket edhe për ata të cilët na ndjekin që ligji për qeverinë është ndër ligjet më të rralla që nuk është konsideruar nga gjykata kushtetuese, e cila ka për autore zonjen Haxhiu. Ministria e udhëhequr nga ajo ka synuar në formimin e thellë dhe në lëkundjen e thellë të sistemit drejtësisë, duke përfshirë këtu vettingun, byron për konstituimin e pasurisë dhe reformimin e Këshillit të Prokurimit. Pavarësisht nga gjitha këto zotime të cilat janë bërë dhe retorika, si e tillë Ministria e udhëhequr nga zonja Haxhiu ka dështuar dhe kaosi ishte si një mungesë e progresit të tillë. Mirëpo padyshim mbetet të përmendet që zonja Haxhiu është njëra nga si them imazhet e palekundura të lëvizjeve vendosje. Nëse flasim konkretisht sa i përket vullnetit politik të atyre të cilëve jo është votu, jo është besu, do thotë mandati i jashtëm, mund të themi që lëvizja vendosje aktualisht ka 57 votat në Kuvendin e Kosovës. Propozimi i VV-s apo i vendosjes për kryetarin e Kuvendit kishte marrë 57 vota, vota pro parti nga deputeti Beton Berisha, kurse që vinë nga radhët e komuniteteve, jo shumit në vend, ndërsa zonja Duda Balje, e cila është përfolur shumë me qëndrimin e saj, e cila ka në farë forme zotuar dhe kushtuar, ka vë kusht për qeverinë e ardhshme, nuk mori pjesë në votim fare. Kurse, si që pam dhe si që po e shohim, gjithashtu dhe nismja social-demokrate ka abstenuar, që normalisht është thirrur në drejtën e saj për të abstenuar, kurse LDK votoi kundër. PDK nuk mori fare pjesë në votim dhe zoti Faton Beci ish deputet dhe Glauk Konjufca gjithashtu ish udhëheqës dhe i Kuvendit të Kosovës, bëri adresime të ndara ku ishin lutur opozitës për formimin apo votimin e kandidaturës radhës që ju takon normalisht me kushtetutë, mirë po ka dështuar deri më tani. Ka dështuar deri më tani. Mimoza na bëri dhe një lloj përmbledhje, faleminderit Mimoza, edhe të situatës, atyre detajeve të cilat ndoshta nuk i përmendëm edhe në kronikë, sa i përket atyre të cilët votuan, atyre të cilët ishin të zhgënjur dhe vendosen një farë mënyre të
abstenu apo ata cilët nuk ishin dakord, edhe pse një farë mënyre prite një lloj tendence e tillë, të paktën edhe nga deklaratat e herpashershme të bëra edhe publike. Ditën e dieshme madje kemi qenë live edhe me kolegun Xhemail Rexha dhe ishte ndoshta rreth 10 minuta përpara nisjes zyrtare, pra para orës 12, dhe ai tha që politikanët, deputetët kanë ardhur në ambientet e kuvendit, por deri më tani nga përgjigjet të cilat janë duke dhënë apo bisedat që janë duke bërë me njëri tjetrin, që në një farë mënyre do vazhdojë njëjta rrjedhë politike të cila është komentuar. Shkojmë pak edhe me Makbulen, pasi mora dhe një koment edhe Mimozës. Ne bashkë kemi qenë her pas here edhe në lidhje, në një farë mënyre kemi ndjekur në mënyrë kronologjike gjithë situatën në fjalë, dështimet e seancave të mëparshme, një moment tjetër i ri për seancën e djeshme, seancën më të re të mundshme, dhe pritet ajo e së hënës, e ardhshmja. Si ishin pritshmëritë të përmbushën disi dhe cila ishte surpriza më e madhe për ju? Mos më thoni që çështja e Albulenës. Pikërisht ajo ishte befasia më e madhe. E mirë kuptuam një herë që u propozua, mirë po të propozohet personi i njëjtë edhe për të dytën herë, dhe pa ndruar asgjë në kuvend. Nuk ishte ndonjë ndryshim, ishin ata deputet që ishin, dhe të prite që të kishte një rezultat të ri. Mua më duket se ishte vetëm sa për të thënë që këta po provojnë, dhe ja që unë e kam thënë gjithmonë, lëvizja vetëvendosje gjithmonë mundohet të viktimizohet, edhe këtu pra po mundohet të viktimizohet, të thot para publikut qytetarëve se ja, këta nuk e votojnë kryeparlamentaren dhe prandaj kemi këtë blokadë. Dhe në anën tjetër, po ashtu, mendoj që zotri Kurti në vazhdimsi tenton që të ketë votat e deputetëve, po pa pas ndonjë marrëveshje zyrtare, pra mendon që me ndonjë mirë kuptim, sepse e ka shumë të vështirë ndoshta të dalë para publikut dhe të thotë që ja bëra koalicione pikrisht për vota, sepse në vazhdimsi thoshte i kam votat. Por ja që dje u dëshmua në kuvend që lëvizja vetëvendosje i ka 57 vota dhe jo më shumë për deri tani, dhe nëse arrin të finalizojnë ndonjë marrëveshje, e këtu po i referohen më së shumti